Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Punës për rritjen me 5% të pagës minimale u shndrua në debat politik mes drejtuesve të sindikatës dhe ministrit të Punës Spiro Ksera. Ndërsa diskutimi ishte për varfërinë e shqiptarëve, akuzat mes palëve kaluan deri në zgjedhjen e presidentit të Republikës. Zoti Ministër, nuk jam as i Partisë Socialiste, as i Partisë Demokratike që ju kthej ju dhe përmendni këtu ilon e Gjenevën që ju kthej ju në mes rrugës nga Italia për votu në parlament dhe nuk keni marrë pjesë në konferencë, por nuk desha që t'i bëjmë publike këto. Prandaj unë nuk jam as i Partisë Socialiste, as i Partisë Demokratike. Unë jam kryetari i Konfederatës Sindikatave të Shqipërisë. Patjetër që vota ime për presidentin e Republikës ishte shumë e rëndësishme dhe kishte dëshira më e madhe të kontribuoja si deputet dhe si ministër. Ishte çështja primare vota ajo partia që ty të mbrapsht nga konferenca ILO Zenevë dhe të vjen parlament për votu. Ndërsa më nuk më the kush mbrapsht. Kto që them, unë mbaj përgjegjësi para institucionit që përfaqësoj dhe më ka zgjedh. Pas miratimit në Këshillin e Punës, paga minimale shkoi nga 20.000 në 21.000 lekë të rinj. Sipas Ministrisë së Punës, Shqipëria është e fundit në rajon për pagesën më minimale, ndërsa vendin e parë me pagën minimale më të lartë e mban Kroacia me €371.